Alban Bushi është i bindur se po të ishte ai ende në fushën e lojës, do i kishte shënuar padyshim Serbisë në ndeshjen direkte me këtë skuadër në kualifikuese të Botrorit 2026. Trajneri kombëtares U21 të Shqipërisë në intervistë të dhënë për Sport News në News 24 ka analizuar pikërisht ndeshjen e ardhshme të kuqezimve, duke u ndalur te kombëtarja në drejtimin e Silvinjos, por edhe te kundërshtari dhe ngarkesa emocionale që mbart kjo sfidë. Në bashkëbisedimin e tij me moderatoren Trevisa Tufa, Bushi analizoi të lojën e U17-s të Shqipërisë, e cila debutoi në fazën finale të Europianit të kësaj grupmoshe, teksa identifikoi disa lojtarë të cilët sipas tij premtonin edhe për ekipin e parë. Çfarë përfiton Shqipëria nga zhvillimi i Euro 2017? Pra për herë të parë në histori në vendin tonë. Përfitimet janë shumë të mëdha, është shumë e rëndësishme, është nga kampionatet më të rëndësishme në Europë sa i takon moshave, e promovojmë Shqipërinë në të gjithë botën. Ka shumë përfitime dhe nga ana financiare, sa i takon anës taktike e teknike, ne përfitojmë shumë. E pam Portugalit niveli lart edhe pse mendoj se përballuam mirë ndeshjen për 60-70 minuta, kemi shumë talente te U17, pavarësisht se nuk u vënë në tukje, 2-3 lojtarë du bëj shpejt për ekipin e parë. A të shqetëson humbja 4-0 ndaj Portugalisë? Nuk duhet parë rezultati, rëndësi ka loja, ekipi ishte kompakt, diferencat janë aty, nuk jemi në një nivel me Portugalinë, unë mendoj se përballuam goxha mirë, patjetër që duhet të përmirësohemi. Pati 2-3 element që të bindën, kush janë? Kulla ishte lojtar shumë i mirë me potencial për ekipin e parë, shumë shpejt mund të luajë edhe te U21. Më kujtonte pak Manajn dhe Brojen, portieri më tuk i mirë, lojtari me numër 10 Vukaj më tuk lojtar me cilësi të jashtëzakonshme që Shqipëria nuk i ka as në ekipi i parë. A është ky turnej një eksperiencë fituar edhe për Europianin e U21 që do të zhvillohet mes Shqipërisë dhe Serbisë në 2027? Një turnej që mund të fitojmë përvojë? Unë mendoj që edhe pse jemi një federatë e vogël i kemi bërë gjërat mirë. UEFA e ka parë si e organizuan finalen e Conference League dhe na dha mundësinë për organizimin e U17-s. E pam dhe dje që ishte organizim perfekt sa i takon tifozëve. Do me thonë një organizim i mirë nga Federata Shqiptare e Futbollit duhet falenderuar. Pas 17 vjeçarëve radhën e ka kombëtarja e parë, ku do të përballemi me Serbinë. E kujton shpesh ndeshjen e 14 tetorit të vitit 2014. E kujtojmë se është diçka që ka mbetur në mendjen e shqiptarëve. Ishte ndeshje e vështirë me ngarkesë dhe dinamik, që kur u futëm në fushë presioni ishte i madh. Nëse do vazhdonte loja, do e fitonim atë ndeshje. Pas thuaj se një dekade, a kam ndryshuar gjërat? Gjërat ndryshojnë, njerëzit evoluojnë. Ajo është plagë e hapur me Serbinë, pasi njerëzit kanë humbur familjar. Ne jemi njerëz të futbollit dhe duhet të jemi të ftohtë në fushë. Mendoj se do e kalojmë me sukses këtë provë. Serbia pretendon për vendin e parë dhe jetuan 3 pikët me Shqipërinë. Në momentin që nuk marrin 3 pikë këtu, ata do jenë në presion. Nuk di si do e menaxhoj Silvinjo, por ne duhet të jemi favorit. Në aspektin emocional do të jetë vështirë, po në aspektin sportiv sa e vështirë do të jetë. Duhet qetësi sepse është një ndeshje delikate. I kemi mundësit për të fituar. Dinamika dhe emocionet janë aty. Silvinjo ka potencialin për të transmetuar këto mesazhe. Unë kam shumë besim, nuk ka se ndodhë ndryshe. Serbia është me nivel të lartë në sfidën me Shqipërinë, çfarë i duhesh më shumë. E kam parë dhe mendoj se ka ekip solid dhe me kualitet. Mund të bëj tëm në kështu moment. Përqendrimin e kemi, por jo shumë të gjatë. Ata mund të luajnë dobët, por mund të ndeshkojnë në fund. A mund të kemi ndonjë rësi, si për shembull Julian Shehu i cili luajti në muajin mars? Silvinjo ka mundësi zgjedhje, kemi parë që nuk luajnë Muçi apo dhe të tjerë. Duhet të jetë i Zotit për të marrë më të mirën e lojtarëve. Është i Zotit ta menaxhojë situatën mirë. Çfarë ndjesi e ke? Unë mendoj që do e fitojmë atë ndeshje. Kam besim të zemra dhe shpirti që lojtarët u kenë. Do doja të luaj edhe vetë, pavarësisht se jam 52 vjeç. Po të luaja jam 1.000.000% i sigurt që do të bëja gol.